Nderuar drejtori i Drejtorisë Arsimit, Zotri Albani Sahiraj, nderuar zyrtari i GA, Zotri Elmer Bajrami, të nderuar prindër të nxënësve, musafir, mësimdhënës, shumë të dashur maturant. Sot jemi mbledhur për të festuar një moment shumë të veçantë dhe të rëndësishëm në jetën tuaj. Ky është një kapitull i ri, një hap drejt, një të ardhme plot me mundësi dhe sfida të reja. Gjërsa qëndroj këtu para jush, ndjej një përzierje krenarie dhe emocion për gjithçka që kemi arritur deri me tani. Të dashur maturant, sa do është dita juaj? Është dita kur përfundoni një rrugtim të gjatë, të mbushur me mësime, me sfida e me plot fitore. Ky diplomim nuk është thjesht një ceremoni e thjesht për ta marrë një certifikat. Është një simbol i përkushtimit, i punës së palodhur dhe i rezistencës suaj. Është dëshmia që ju keni ka përcyer çdo pengesë dhe jeni ngritur mbi çdo vështirësi. Prindër dhe familjar, faleminderit që keni qenë mbështetës palikundur të këtyre maturantëve. Keni qenë aty në çdo hap të rrugës, duke ofruar dashurinë dhe mbështetjen tuaj të pashtershme. Puna juaj e palodhur dhe përkushtimi juaj kanë qenë themelore për suksesin e tyre të sotshëm. Mësimdhënës dhe kujdestar të nderuar, kjo është gjithashtu dita juaj, ju keni qenë udhëheqësit dhe mentorët që keni ndihmuar këta të rinj të përmësohen në individ fortë dhe të zgjuar siç janë sot. Dija dhe urtësia juaj ka qenë mbështetje dhe inkurajim në çdo hap të tyre, e për këtë ju jemi shumë mirënjohës. Të dashur maturant, derisa shikoni drejt së ardhmes, mos harroni se suksesi nuk matet vetëm me titull apo fitime materiale. Suksesi është të gjeni atë që ju bën të lumtur, të jetoni me pasion dhe të ndihmoni të tjerët gjatë rrugës. Dhe mos harroni se rrugtimi është po aq i rëndësishëm sa dhe destinacioni. Për disa prej jush,